Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kemi ndëftuar edhe njëherë mikun ton, Klajdi Bregu, profesor i ekonomisë në Universitetin South Bend në Indiana. Klajdi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Do të flasim sot për nivelin e zhvillimit të ekonomisë amerikane. Disa ditë më parë u njoftuan të dhënat mbi papunësinë në Shtetet e Bashkuara dhe u pa se ka një rritje të nivelit të punësuarve. A është kjo një rritje reale apo është një, duke marrë statistika të pjesshme, duket sikur është një rritje e posaçme, që tregon dhe zhvillimin ekonomik, se nga ana tjetër kemi pasur edhe vlerësimet të indekseve të ndryshme si Dow me 50.000 edhe të tjerat kanë pasur një rritje. Okej, atëherë nëse shkojmë tregun e punës, ajo që ne shohim ka të bëjë me varet nga mënyra se si e shikojmë. Pra, numri i vendeve të punës që janë shtuar gjatë vitit kaluar nuk ka qenë shumë i lartë, pra kemi shtuar rreth 180.000-200.000 vende pune gjatë gjithë vitit, që është një numër i ulët, kemi rreth 10-15.000 mesatarisht çdo muaj. Normalisht kjo është një numër shumë i ulët Shtetet e Bashkuara, por në qoftë se shohim çfarë po ndodh me nivelin e papunësisë, nuk kemi ndonjë rritje në nivelin e papunësisë, ka mbetur aty rreth 4.3%, domethënë kemi patur diku 4 deri në 5%, nuk është se ka ndryshuar shumë, që do të thotë që jemi në një situatë ku nuk kemi hequr shumë nga puna, por edhe nuk kemi shtuar shumë nga puna dhe gjatë vitit kaluar, si thua, bizneset kanë qenë në një sifar paralize në kuptimin që as nuk donin të merrnin në punë, por as nuk donin të ishin nga puna për shkak të shumë paqartësive që ata kanë patur me politika të ndryshme që ndodhin. Dhe kjo është situata që kemi patur. Njëkohësisht kemi patur një rritje të mirë ekonomike në krahasim me atë që pritej të paktën. Nëse kur rikujtojmë bisedat tona që kemi bërë një vit para, kur filluan të jepeshin ato për tarifat që presidenti Trump do të vende, sidomos rreth prillit kur kemi folur, besoj, kemi folur që mund të kishim edhe një recesion. Normale, tarifat nuk u implementuan ashtu siç u fol në 2 prill të vitit 2025, dhe ekonomia vazhdoi të rritej shumë më mirë se çfarë pritej. Do shikojmë përfundimin, po ka shumë mundësi do të rritet mbi 2%, rreth 2.5 ndoshta, që është një rritje e kënaqshme, jo e keqe, por nga ana tjetër nuk kemi rritje të punësimit të madh të paktën. A mund të ndodhë që edhe si shpjegohet nga ana tjetër që kompanitë të mëdha si Amazon po pushojnë nga puna? Janë gjëra normale, pjesë e biznesit. Problemi është kur ndodh në shumë, domethënë, është e vërtetë kjo, ajo që po ndodh është që në këtë janar, që nga, nëse nuk gabohem, ka shumë vite të paktën, ka 10-15 vjet që nuk kishim parë një paralajmërim për heqje nga punë në këto përmasa që u bë këtë janar. Pra kemi patur shumë kompani që kanë thënë që do të heqin nga puna shumë njerëz. Për momentin nuk duket që njerëzit jemi ekonomistë që merren direkt me këto gjëra të shqetësuar shumë për këtë gjë. Janë pjesë të procesit normal, kanë kompani që ristrukturohen, një pjesë ajo që ndodhi jashtë pas Covidit, një pjesë të kompanive morën shumë njerëz në punë dhe janë në atë procesin e përshtatjes ende, po përshtaten me tregun e ri. Pak mund të ketë ndikime edhe AI, po me çfarë kanë parë, nuk do të besoj se ka ndonjë ndikim të madh inteligjenca artificiale. Por për momentin nuk është se duket ndonjë problem i madh, se njëkohësisht ato që ndodh do të kuptohet, ato ishin si të themi, jemi thjesht që këto kompanitë vendosën që do të heqin nga puna. Por nëse shkojmë sa vende pune krijuam në muajin janar, të paktën numri që kemi për momentin, sepse këta numra do të kemi parasysh gjithmonë këta rishikohen, po për momentin patëm një numër shumë të madh, shumë të kënaqshëm, 130.000 vende pune. Keni parasysh, sapo tham që i vitin që kaloi mesatarisht shtuam 15.000 vende pune në afërsisht 15.000 vende pune në muaj. Ndërkohë që muaji janar ishte 130.000. Megjithatë, muaji janar do të rishikohet, ndoshta nuk do të jetë, unë jam i sigurt që nuk do të jetë 130, gjithsesi është shumë i madh, edhe nëse do të ishte gjysma e tij nuk do të ishte keq. Prandaj nuk është se është një problem i madh kjo ato që kanë folur të paktën për momentin. Nëse vazhdon, patjetër që mund të bëhet problem. A mendoni ju se ju e përmendët që futja e AI, sidomos në tregun e futjes së të dhënave në sistemet e ndryshme, që mund të
ketë eliminuar punonjës student ose intern që merren me punën e parë, punët e thjeshta. A mund të ketë ndikuar kjo në përgjithsisht në tregun e punës, apo shihet si shqetësim, por aktualisht nuk po bën problem? Është e vështirë për të thënë, për momentin është diçka shumë e shpejtë, shumë e re, domethënë, dhe nuk besoj se ka patur një ndikim shumë të madh. Megjithatë ajo që thoni ju është e drejtë, sepse ajo që shohim papunësia për ata që sapo janë diplomuar, është në nivele shumë të larta. Nuk e mbaj mend fiks statistikën, është 89% më duket, ndërkohë që papunësia për gjithë popullsinë është 4.3. Pra është më shumë se rreth 2 fishë, ose pak më shumë se 2 fishin. Që do të thotë që ka një nivel të ngritur papunësisë, ka një vështirësi që po aset shumë nga student për të gjetur punë. Unë para pak ditësh në fakt po dëgjoja një Bloomberg besoj ishte, kishin intervistonin një student nga Harvardi, dhe nuk po gjente punë. Është domethënë nuk është gjë e vogël, domethënë është një gjë në universitetet më të vogla patjetër, por në universitet nga Harvardi dhe po kishte probleme për të gjetur punë, është diçka që po ndodh. Pjesërisht patjetër që mund të jetë AI, por nuk besoj sepse është vetëm AI, besoj që një pjesë e asaj është edhe fakti që shumë biznese, si thua, pezulluan çdo gjë gjatë vitit kaluar. Dhe në fundit që dëgjova sot për shembull, ishte që në Davos, në takimin në Davos, shumë kompani folën që vitin e kishin thënë në mënyrë private apo edhe në mënyrë publike që gjatë vitit kaluar ishte një farë pezullimi të gjërave, domethënë nuk donin marrin vendime të rëndësishme për këtë punë, ndërsa këtë vit besoj që do të ndryshojnë, kështu që shpresa është që këtë vit do fillojnë të punësimet. O vihet të re në mundu aspektin ekonomik, po vihet të re në debatet politike që akuzojnë për të ashtu quajturin affordability, për aftësinë për të përballuar jetën për punonjësit e thjeshtë, nivelin e lartë të tarifave. A kanë influencuar tarifat në çmimet e mallarëve të konsumit? Po patjetër që kanë influencuar deri diku. Problemi është që problemi më i madh që ne kemi sot është i akumulimi, nuk është problemi vetëm i tarifave. Tarifat mund të kenë shtuar pak më shumë, por nuk besoj se kanë ndonjë ndikim të jashtëzakonshëm. Madje ajo që pam sot apo dije, nuk më kujtohet kur doli inflacioni dhënat e fundit, ishte në fakt erdhi inflacioni që ajo si një nga ato mënyrat e matjes të inflacionit ishte 2.5%, që shumë në ajo çfarë kemi parë vitet këto 4-5 vitet e fundit nuk është keq, domethënë do kem parasysh që Banka Qendrore këtu Federal Reserve ka një target prej 2%, kështu që 2.5 është më lart, është problem, por nuk është problem i madh sepse drejtimi është në drejtimin e dur, të paktën sipas kësaj matjeje. Që do të thotë që nuk është se, si thua, edhe tarifat po të kenë ndikuar sa pak mund të kenë ndikuar deri diku, por nuk besoj se kanë atë një barë shumë të madhe që duhet fajsohen, domethënë për situatën ku ne jemi. Situata ku ne jemi është një situatë e akumuluar, sepse njerëzit nuk janë të mërzitur apo të shqetësuar sepse u ngritën çmimet vitin që kaloi me 2.5% apo me 3%. Ata nuk mund të blejnë gjëra sepse të 3% ishin mbi ato 4, 5, 9% që kanë ndodhur vitet e kaluara dhe çmimet janë shumë të larta, pra nuk është në rritja me të cilën ata kanë problem me nivelin e çmimeve. Nivelin e çmimeve, dhe kjo duket si divergjencë midis makroekonomisë dhe mikroekonomisë asaj buxhetit familjar, sportës, si thua. Interpretimi problemi im është me interpretimin, ajo që pak shumë e thatë dhe ju, interpretimi që i bëhet politikisht është problematike, apo jo, sepse çfarë po ndodh? Normale demokratët po mundohen tani u kujtuan ta përdorin këtë si një çështje, është për çështje politike. Fjala affordability nuk u përdor më parë, po përdoret tani. Janë çështje politike. A ka fajt presidenti Trump? Pjesërisht mund të ketë për disa gjëra, patjetër. Pjesën e tarifave patjetër që ato kanë ndikuar në çmimet, por ajo që po thoja është që nuk janë tarifat problemi kryesor i njerëzve që kemi sot. Çmimet, tarifat e bën pak më keq, por ne ishim keq. Thjesht u bën pak më keq. Në këtë themi në këtë mënyrë. Po edhe produktet që janë atakuar nga tarifat, edhe nga demokratat përmenden vetëm 2, përmenden bananet edhe kafeja, pra janë produkte që vinë nga Meksika apo nga vendet e Amerikës Latine, dhe nuk përmenden produkte tjera, ndërkohë
po vjet re një boom, një rritje të indekseve të ndryshme si Dow apo të tjera në bursë që tregon që ekonomia është në drejtimin e duhur? Tregon deri diku, por këto në terma afat shkurtër nuk mund të vlerësojmë shumë për çfarë ndodh me aksionet, sepse aksionet luajnë shumë me pritshmëritë e njerëzve dhe pritshmëritë e njerëzve mund të jenë të gabuara, kështu që në terma afat shkurt këto mund të na gënjejnë. Përveç asaj, gjatë këtij viti që jemi, nuk është se ka patur ndonjë rritje të madhe të këtyre indekseve. Ajo që ka ndodhur gjatë vitit kaluar, gjatë një viti domethënë themi, që një vit më parë në këtë kohë deri tani janë rritur, por nuk është se kemi patur ndonjë rritje shumë të madhe që nga fillimi që nga 1 janari të paktën të këtij viti. Nuk I kam parë eksaktësisht, por edhe nëse kemi nuk është një rritje e madhe, kemi patur më shumë këto lart e poshtë për arsye të ndryshme. Aksionet nuk duhen përdorur shumë si tregim I gjendjes ekonomike në përgjithësi, në terma afat shkurtër, në terma afat gjatë normale ato janë të lidhura sepse janë ekonomia. Nëse ekonomia nuk del mirë, edhe kompanitë nuk do dalin mirë, kështu që aksionet do jenë poshtë. Po presidenti Trump thekson edhe faktin që 401 K-ja është I lidhur me bursën, me ecjen mbar të bursës, nivelet e investimeve që bëjnë njerëzit e zakonshëm për pensionet. Patjetër, kjo është pjesë e politikës apo jo. Presidenti Trump është një politikan, ai mundohet të godasë aty ku njerëzit ju dhe më shumë si thua dhe përdor politikën e tij, por politikanët edhe përgjithësi nëse unë të paktën mënyra si e shikoj unë është që I dëgjoj çfarë thonë dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm për të marrë atë që ata thonë si të mirëqenë, sepse thjesht shpeshherë është një interpretim I tyre, shpeshherë janë statistika të zgjedhura të tyre. Për shembull, presidenti Trump mund na dalë dhe të thotë që çmimi I një produkti ka rënë gjatë vitit kaluar. Po patjetër, ka çmime që bien, ka çmimi I vezëve për shembull ka rënë që kur mori presidenti Trump. Dhe pjesërisht ka të bëhet administrata pak me atë gjë, por mund të marrin vezët dhe themi kanë rënë çmimi I vezëve. Kjo nuk do të thotë që dhe kupton, prandaj politikanët përdorin gjuhën e tyre për të bindur popullin që ata janë duke bërë gjërat e duhura, dhe për unë shpeshherë nuk ju ve shumë rëndësi atyre që ata thonë pa I verifikuar dhe pa I menduar vetë. Nga ana tjetër, ju jeni pro si një mbrojtës I tregut të lirë që në heqjen e rregullave të shumta. Si e vlerësoni faktin që jo 2 ose një dita më parë u hoqën disa pengesa në lidhje me mbrojtjen e masa që kishte marrë qeveria Biden edhe më parë për carbon tax, pra për mbrojtjen e ndotjes së mjedisit. E shtyn kjo ekonominë përpara, se unë pash presidentin edhe me punonjësit e qymyr gurit dhe fakti ishte që këtë dimër kaq të ashpër polar me -40 gradë këtu në Michigan Fahrenheit u kalua pa shqetësime të mëdha të sistemit energjetik. Dhe dikush e lidhi këtë me faktin që sistemi energjetik duhet matur në kulmet e veta, kur në kulmin ku kishte nevojë për energji, atëherë në sajt e energjisë që bazohet te qymërguri apo tek centralet bërthamore, nuk pati çrregullime në treg, edhe megjithëse Amerika ngrohen kryesore e ka në bazë të gazit natyror. Si e vlerësoni këto? Shiko, është një problem jashtëzakonisht komplekse, sepse po të kemi parasysh ka një diçka problem që po ndodh me ndryshimin, le të themi, edhe asaj që quhet ndryshimi I klimës, nganjëherë quhet ngrohje globale, tani është ndryshuar, dhe quhet ndryshimi I klimës sepse nganjëherë kemi vite si ky tani dhe themi ku është ngrohja globale, është pjesë e politikës atyre që I përdorin këto gjëra deri diku të egzageruara. Me aq pak sa kam kuptoj unë, ka një farë ngrohje deri diku, ka një farë problemi që mund të jetë potencialisht diçka që ne duhet ta adresojmë, që do të thotë që duhet patur kujdes balanca. Megjithatë, besoj që administrata në përgjithësi ndoshta e kanë tepruar deri diku me ato që kanë bërë. Nuk di të them nëse kjo që po bën presidenti Trump nuk është teprim në anën e tjetër. Ajo që besoj unë do të ndodhi është që e mira do të ishte që këto gjërat vendoshin të paktën në treg një pjesë, sepse çfarë ndodh, ne nuk do të subvencionojmë për shembull themi qymyrin, nuk do të subvencionojmë naftën, nuk do të në njëkohësisht mos subvencionojmë as panelet diellore apo prodhimin e energjisë nëpërmjet erës. Në qoftë se një biznes privat e gjen të arsyeshme dhe është e përfitueshme që ai të blej
të prodhojë energji elektrike nëpërmjet erës, ka disa normale, disa rregulla deri diku mund të ndiqen, por besoj që do të jetë e tolerueshme që ai ta bëj. Le ta shesin në tregun e lirë dhe të fitojë dhe të vazhdojë. Por jo ta subvencionojmë ne, mos subvencionojmë makinat elektrike në njëkohësisht. Besoj sepse këto krijojnë ineficiencë. Megjithatë, kjo që po them do të patur kujdes, sepse në qoftë se vërtet kemi një problem nga ana klimatike dhe të themi për 30 apo 100 vjet do të kemi problem, atëherë duhet patur kujdes. Megjithatë, unë nuk mund ta vlerësoj dot këtë. Ajo që mund të them është që heqja e rregullave patjetër do të ndihmojë ekonominë, zhvillimin ekonomik. Më pak rregulla është një kosto më ulët. Nga ana tjetër thuhet që energjia e erës dhe energjia diellore përbëjnë vetëm 2 deri në 3% të energjisë totale të Shteteve të Bashkuara. Po, patjetër, për momentin ajo mund të jetë, por kjo edhe ajo ndoshta është shumë ose është pak, nuk e di. Problemi është që ne nuk, pra aq kohë sa nuk jemi në treg të lirë, ne nuk mund ta dimë sa duhet e sa ç'është. Nëse ajo 2-3% është atje sepse është e subvencionuar nga shteti, atëherë nuk po them që është gabim, por nuk e di, nuk është e kërkuar nga njerëzit. Të paktën në kërkuar kur flas e kërkuar nga njerëzit, nuk është e kërkuar nga njerëzit nga ato që nxjerrin nga xhepi, jo nga ajo fleta që futin kutinë e votimit, se janë dy gjëra të ndara. Unë preferoj të marr atë që nxjerrin nga xhepi më shumë si të dhënë çfarë njerëzit duan, sesa ata që futin në kutinë e votimit. Unë një problem tjetër e shoh se dëgjoj lajme mbi çmimin e karburanteve, më saktë të benzinës, dhe thonë që në disa shtete është nën $2, kurse këtu në Michigan çmimi më i ulët që kam parë unë ka qenë 2.37, sot është 2.77 për shembull. Si shpjegojnë këto? Ose në Kaliforni është shumë më tepër çmimi? Këto kanë të bëjnë me taksat lokale në përgjithësi. Shtetet e ndryshme kanë taksat ndryshme dhe Kalifornia, arsyeja pse Kalifornia ka çmime aq të larta është patjetër kryesorja është taksat. I kanë vënë taksa shumë të larta naftës atje. Shpesh shtetet e përdorin si mënyrë për të mbledhur të ardhura, por njëkohësisht po kjo përdoret në Kaliforni, shtetet si Kalifornia përdoret edhe për të ndikuar në këto ndryshimet klimatike që sapo folëm pak më parë. Nëse kemi taksën e lartë, e bëjmë më të shtrenjtë përdorimin e benzinës dhe njerëzit do të kalojnë më shumë makina elektrike, të cilat pretendohet që janë nga ana e mbrojtjes të ambientit më të mira, por nuk e di, nuk janë shumë i qartë, nuk është se janë shumë më të mira. Jo, ka një arsye, sepse për të prodhuar energjinë elektrike që futet në këto bateritë e këtyre makinave, atëherë digjet një lëndë fosile diku, gazi apo qymyri apo nafta përgjithsisht e Bashkuara që nga vitet 50 nuk përdorin naftën e pastër drejt për drejt në centralet termocentralet po përdorin gazin. Natyrisht elementi i energjisë është pjesë e mirë e çmimeve dhe të produkteve. Ulja e çmimit të energjisë, ulja e çmimit të transportit, ulja e çmimit të produkteve, apo jo? Po patjetër. Nëse i mbajmë çdo gjë, si themi ne ekonomistë kemi një shprehje në latinisht është ceteris paribus, në shqip mund ta themi çdo gjë tjetër nuk ndryshon dhe kemi thjesht çmimin më të ulët të naftës ose të energjisë në përgjithësi, patjetër që është gjë e mirë. Energjia pa energji, madje ju mund të shikoni nivelin ekonomik të çdo vendi në bazë të energjisë që ata harxojnë në atë vend. Mjafton kaq, nuk ka nevojë të matim prodhimin e brendshëm bruto, mund të shikosh dhe mund të jetë një matës shumë i mirë i gjendjes ekonomike të tyre. Pra energjia patjetër duhet në tëra aspektet, që nga ngroja e shtëpisë që kemi apo ftoja e shtëpisë, në lëvizja që bëjmë, lëvizja e mallrave, çdo gjë është me energji. Edhe parë në këtë kontekst patjetër që është shumë e rëndësishme pjesë ekonomisë, ulja e çmimit të energjisë është një gjë pozitive, duke mbajtur gjërat e tjera si thua në një farë ekuilibri, sepse nuk është jo domosdoshmërisht varet për çfarë arsye ulet, e kupton, sepse ka raste mund të ulet, le të themi, sepse ekonomia nuk është mirë. Nëse ekonomia nuk është mirë dhe ajo bie, nuk është se është fakti që që është e keq, por arsyeja pse është i keqe, sepse ne nuk po blejmë, e kupton, ne kanë kërkesa. Duke u kthyer edhe një herë affordability, pra aftësisë blerëse, mundësisë për të përballuar nevojat e përditshme. Kështu pak a shumë përkthehet termi. Një nga
elementet që ne kemi përmendur një herë është vazhdimi i mbajtjes së çmimeve të larta të mishit të gjellit. Nuk ndodh kjo as me mishin e pulës, as me mishin e derrit, por ndodh me mishin e gjellit. Edhe u fol dhe për importe nga Argentina apo vendet tjera të Amerikës Latine, por ende shohim çmim shumë të lartë. Që ka ndodhur baktive brenda 2-3 viteve, duhet të jetë i njëjti nivel, them unë. Të them të drejtën, nuk është se kam patur mundësi të lexoj shumë rreth kësaj, dhe janë gjëra specifike që i përkasin atij tregu dhe nuk di të them. Është e vërtetë që çmimet i kam parë dhe vetë pak a shumë, sepse normal jemi gjithë konsumatorë dhe kemi vënë re madje në fundit që isha në supermarket vëra re që një mish i grirë që blej, domethënë ishte pak më i shtrenjtë se çfarë kam bler më parë. Dhe çmimet në përgjithësi duket që janë goxha më të larta se çfarë kanë qenë. Por nuk di të them eksaktësisht çfarë ka ndikuar, duhet të jetë diçka specifike, pak a shumë mund të themi si puna e saj të çmimit të vezëve. Po. Që vinte virusi të pulave, vinte numri pulave, si ishte vezë, mund të jetë diçka e ngjashme deri diku. Ajo që kam parë është që mbarështimi i gjellit nuk është një gjë e thjeshtë të mënyra si bëhet, dhe është diçka që nuk vjen shumë lehtë shtimi, domethënë. Rritja e numrit. Nuk është diçka që mund bëhet shumë lehtë. Nuk mund të rritësh një ka apo një lop, në atë kohë sa rrit një pula për shkak. Po, ajo është, por edhe rritja e numrit të tyre nuk është aq e thjeshtë. Më kupton, sepse normale që për shembull pulat është më shumë lehtë, sepse pulat ne mund t'i marrim vezët e i futim nëpër inkubator. Të njëjtën gjë nuk mund ta bëjmë dot me gjellin, apo jo. Duhet kemi një grup të caktuar gjellë që është përcaktuar për atë punë, që ka cilësitë e caktuara dhe me radhë, sepse nuk marr vesh nga këto anë me detaje, domethënë si them. Kështu që janë gjëra specifike të tregut. Ajo që do të thoja unë është që kemi thënë më përpara, që ka rëndësi për publikun do të kuptojnë është që me aq sa ne kemi mundësi, do të kemi një farë ndikimi sa do të vogël, sepse nuk kemi ndonjë ndikim të madh individualisht, po ka shumë rregulla në këtë drejtim, në procesimin e mishit e me të tjera. Për shembull, ju e keni shumë të vështirë, ose jo, nuk është e kemi ne të vështirë. Ata që prodhojnë mishin e kanë shumë të vështirë për ta shitur në supermarkete direkt, po mos shkuan në dikush tjetër që e proceson këtë mish, që është i certifikuar nga shteti. Këto kërkojnë standarde shumë të vështira, ka shumë gjëra që e kanë përqendruar për punimin e mishit, jo prodhimin, por për punimin e mishit në pak duar. 4-5 kompani kontrollojnë një përqindje shumë të madhe të përpunimit, dhe kjo ndikon deri diku. E kemi përmendur më parë, është një kongresmen nga Kentucky që kërkon të kalojë një ligj që quhet Prime Act, me sa kuptoj unë, të paktën ajo kryesorja e këtij ligji është që ti lejoj fermerët të shesin më lirshëm çmimin të mishin e kuq. Problemi është që askush në kongres nuk e voton, sepse kemi një problem të vogël, atë të korrupsionit shqiptar këtu në Amerikë kemi në mënyrën e bukur të lobimit. Lobimi është një farë korrupsioni i ligjsuar. Për mua është një farë korrupsioni, patjetër. Do të dalesha tek një aspekt tjetër që ka të bëjë dhe me një veprim të bërë direkt nga zoti Trump, në lidhje me ai pretendon se ka mundur në biseda me kompanitë farmaceutike të barazoj çmimin apo të ulë në mënyrë drastike çmimet e ilaçeve që blihen në Shtetet e Bashkuara nga ato që blihen në Europë apo në vende të tjera, duke bërë marrëveshje me kompanitë e prodhimit të ilaçeve. Madje ai kohët e fundit lançoi dhe një website Trump RX, në cilin si ashtu siç janë ato kartat RX, ti mund të shkosh aty dhe të shohësh për shembull insulinat ose po diçka tjetër, ilaçet për rënje peshe që kanë çmim të reduktuar. A shihni ju se është rrugë drejt kjo, a mund të çojë kjo në uljen e shpenzimeve të popullatës për medikamentet mjekësore që çuditërisht prodhohen ose janë prodhuar, kanë patenta amerikane, shiten në Angli për shembull i njëjti ilaç shumë më lirë, 10 herë më lirë se sa në Shtetet e Bashkuara.
ose në Shqipëri, njëjti ilaç, një statinë e zakonshme që merret për të mbrojtur nga sëmundjet e ndryshme të zemrës për rollimin e gjakut, është 10 herë më e lirë se sa në Shtetet e Bashkuara. Është kjo rruga që duhet vepruar? Shiko, administrata që presidenti Trump është patjetër ka patur një synimet e saj për të përmirësuar kostot të sistemit të mjekësisë, sistemi shëndetësor në Shtetet e Bashkuara, kostot të cilat kanë dalë në një farë mënyrë po dalin jashtë kontrollit, qoftë për sa i përket barnave, qoftë për sa i përket shërbimeve të ndryshme që ne marrim. Kemi parasysh shumë pata një problem të një helmim ushqimor, të themi në fund të qershorit që kaloi, dhe isha rreth 4-5 orë në urgjencë, kostoja ishte rreth $3,500 për 4-5 orë. Pa ushtruar apo ishte për gjithë familjen? Në urgjencë, në urgjencë isha rreth 4-5 orë, nuk besoj se shkoi pak a shumë, një gjë e tillë. Por u bën disa teste, disa gjëra, megjithatë ka $3,500 të cilat duhet i paguaja unë. Paguaj dhe njëkohësisht paguaj dhe sigurimi. Këta po ja u sjell si një shembull sepse jam i bindur shumë që një pjesë e madhe atyre që na shkojnë, shpresoj që jo, por të gjithë na ndodh diçka e tillë, kanë kaluar në për këto situata dhe edhe unë kam fatin që kam sigurim, por ata që kanë sigurime është akoma më vështirë edhe pse varet nga situata. Që do të thotë që situata shëndetësore nga ana e kostove është shumë e shqetësuese në Shtetet e Bashkuara. Problemi është cila është zgjidhja dhe zgjidhja këto që ka ofruar presidenti Trump patjetër që do të ndihmojnë deri diku, nuk e di sa do të jetë e mjaftueshme. Për shembull, Trump RX mua nuk më ndihmon. Ju nëse keni një sigurim nuk ju ndihmon, sepse gjithsesi edhe po të keni atë kuponin, shpeshherë do të jetë më lirë ta blesh me sigurimin sesa me kuponin. Ajo do të ndihmoj ata në përgjithësi të paktën me çfarë kam dëgjuar nga ekspertët, se patjetër unë nuk kam ndonjë ekspertizë në këtë drejtim. Thonë që nuk e se do ndihmoj shumë ata që kanë sigurinë, do ndihmoj ata të tjerë. Normale kjo është një ndihmë, është gjë e mirë, patjetër është gjë pozitive, nuk ka asgjë të keqe. Dhe ajo që ka bërë që po mundohet të barazojë të rriti çmimet në Europë në mënyrë që kompanitë tona të marrin një pjesë fitimin nga Europa dhe mos kërkojnë ta marrin tarfitimin këtu në ne, sepse duhet kemi parasysh edhe për këto kompanitë e barnave nuk është aq e thjeshtë, sepse po ti shikojmë bëjnë fitime të mëdha, por nuk është aq e thjeshtë të themi t'ja marrin tarfitimin për shembull, sepse nëse ja merr fitimin ku do t'i gjesh barnat e reja që do të dalin. Kjo është argumenti që luhen se ne kemi harxuar shumë për shpikjen e këtij medikamenti, për kërkimin shkencor, edhe duhet të marrin fitimin e kësaj. Po një rrugë është ajo tash të jetë më lirë në Kanada sa kaloi urën këtu nga Michigani, edhe madje unë di që një farë kohë dikush shkonte merte ilaçet në Kanada, kalonte urën në Windsor dhe merte ilaçet i kapte me gjysmë çmimi ose më shumë se sa tu, megjithëse kishte inshurencën e përdorte edhe aty. Po, shiko, ajo që ndodh është e vërtetë që kompanitë argjojnë shumë për të prodhuar këto barna. Ka teknikalitete të cilat ne nuk mundem, por mund të themi ka mënyra edhe manipulimit të kësaj situate. Keni parasysh Martin Shkrelin dhe ata që kanë interes mund ta shikojnë çfarë bëri ai dhe është një situatë ngatruar nganjëherë, sepse ajo që ndodh është kjo. Kompanitë kur investojnë për të dalë me një barn të ri, argjojnë mesatarisht të paktën libri ekonomisë që përdorun thot $1 miliard. Mesatarisht. Që nga momenti që fillon ti ke një ide deri në momentin që ke të aprovuar nga FDA, nga Food and Drug Administration. Që do të thotë ka kosto shumë fikse. Në momentin që ti e ke krijuar, ajo për të prodhuar, le të themi 10 hapje të reja, të tjera, nuk kushton shumë. Kostoja ajo që ne quajmë kosto marginale, kosto e shtesë është shumë e vogël. Ajo mund të kushtojë aty $5 e shumta ose edhe $2. E kupton? Kështu që nëse ai në Kanada e shet me 30, nuk i prish prap fitim ka. Ktu tek ne i lejohet, sepse atje nuk i lejohet, ktu tek ne i lejohet ta shesim më shumë dhe e shet më shumë, sepse po mundohet të rikuperojë atë $1 miliard që investojnë në fillim, kurse Kanada nuk ja lejon. Por aty gjithsesi ja vlen ta shesin në Kanada, sepse aty ka kushtuar 5, po e shet për 30 dhe ka fitim. Ktu tek ne e shet 300. Sepse këtu i lejohet ta shes 300 dhe po mundohet të rikuperojë ato. Heqja komplet e mbrojtjes, sepse ajo që kemi bërë ne, kemi bërë një mbrojtje këtij.
këto kompani kanë një mbrojtje 15-20 vjeçare, askush tjetër nuk mund ta prodhojë atë barë. Po atëre ulja e kësaj, pra ilaçet që i merren me zbritje çmimi që nuk janë të patentuara njësoj si ato që janë të përgjithshme, domethënë që bën nga kompani të ndryshme. Po, generic që i themi Generic, Po, se edhe unë nuk më vjen në shqip. Po, shiko, ulja është delikate apo jo, sepse çfarë ndodh? Ne mund t'ja ulim, por në qoftë se këta kompanitë e dinë që do të kenë më pak fitime edhe shtyrja atyre për të dalë me një barë të re është me ulët, apo jo, se fitimi çfarë bën fitimi? Fitimi është një shtys për ne që të prodhojmë të sjellim publiku diçka që do na sjellë fitim ne. Por në qoftë se ja ulim mundësi për të fituar edhe ata do ta kenë më pak, kështu që balanca është shumë delikate. Balanca e kësaj situate është shumë delikate, nuk është aq e thjeshtë sa të themi, le t'ja heqim nga 20 vjet tash 10 vjet. Në momentin që ti e bën 10 vjet, do përfitojmë për momentin ne, për barnat që ekzistojnë, por në këtë njëjtën mënyrë mund të mos na kemi barna më të mira më vonë. Kështu që nuk është aq zgjedhje e thjeshtë. Presidenti Trump po përpiqet, por nuk besoj që po godet aty ku duhet. Goditja e madhe që duhet vi tek ne është aty ku është pothuaj e pamundur politikisht për t'u bërë, është me sa të ka bëjë me mënyrën se si funksionojnë sigurimet shëndetësore, por është një çështje komplekse. Jo, ai ka përmendur këtë shembull, por nuk e ka realizuar deri tani që dhënien e parave direkt të pacientit në vend të dhënies së parave subvencionimit të kompanive të sigurimeve. Kjo ka të bëjë, por ka qenë në kontekstin e prapë blerjes të sigurimit kanë qenë në kontekstin Obamacare prap nuk është se reformon as sa duhet, ai problemi që po thoja unë, ndoshta do mundohem ta them së shkurt, ka të bëjë me faktin që unë dhe ju edhe për të bërë le ta themi në kuptimin e sigurimit të makinës. Që është sigurimi shëndetësor funksionon në njëjtën mënyrë që nëse kishim një makinë siguruar ne, do na paguante edhe ndrimin e vajit, edhe ndrimin e filtrit. Gjëra që janë të pakuptimta, nuk mund të kesh siguracion për makinën për ndrimin e vajit, sepse unë po ta kem vetë për atë punë, e ndroj çdo 2-3 muaj. Sepse një pjesë të kostos, dhe çfarë ndodh kur ndodh kjo, njerëzit e përdorin më shumë se ç'duhet. Njerëzit e përdorin më shumë se ç'duhet atë kostot, kompanive të sigurimit ju rritet kostoja. Ju rritet kostoja ku do t'i mbledhin lekët tek ne, na rritin çmimin. Dhe edhe kanë arritur domethënë sigurimet ata që i paguajnë vetë e din, puna për mos hyrë në detaje, puna pagon një pjesë më të madhe, në fundit ne vetë i paguajmë ato, por të paktën nuk del direkt nga rroga ime dhe nuk duket. Por është goxha shtrenjtë, është shumë shtrenjtë sigurimi, shumë. Sigurimi shëndetësor, patjetër, por edhe sigurimet e automjeteve u rritën dhe nuk po ulen, nuk po bien më. U rritën. Po kjo ka të bëjë me faktin sepse janë rritën çmimet e makinave. Klajdi, të falemderit për këtë intervistë, si gjithmonë për mënyrën se si trajtoni thjeshtësisht argumentet të rëndësishme ekonomike, por të thëna thjesht për teleshikuesit për të kuptuar nga kushdo se ç'janë tendencat, se ç'janë orientimet ekonomike, se ku shkojnë çmimet, se si preket xhepi i tyre. Edhe një herë të falemderit për këtë intervistë, do të takojmë sërish edhe herë të tjera për ndonjë argument të veçantë ekonomik, sidomos ne jemi të interesuar atë affordability, se të gjithë shkojmë tek i njëjti vend në një dyqan për të bler ushqimet tona. Miru takofshim në emisionet tjera. Faleminderit, miru takofshim. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me të ftuarin ton për sot, profesorin e South Bend University në Indiana, Klajdi Bregu. Folëm për zhvillimet më të fundit ekonomike, tendencat dhe arritjet dhe mangësit. Miru takofshim në emisionet tjera.